nis në fakt me zhvillimet e pritshme në Kosovë në datë 19 nëntor, është pikërisht limiti i kohës kur Glauko Njufca, i mandatuar nga Vjosa Osmani për të formuar qeverinë e re, duhet që të votbesohet. A do të kemi një votbesim, një qeveri të re, apo do të shkojmë drejt zgjedhjeve? Si parashikohet situata? Po kemi hyrë në fazën të rritë në mërkurën edhe do thotë edhe 2 vjet në ndajnë nga ledhja që duhet të mbahet në Kuvendin e Kosovës, në Parlamentin e Kosovës, për të dhënë votën mandatarit të dytë nga radhë televizijës vetëndosë, zotit Kolusa. Mendoj që është shifet që është një humbje kohe, nuk mund të thojmë asnjëherë kur nuk mund ndodhë që do shta pikpyetja, aja teoria e gjasave dhe vetë presidentja që ka shprehur kur e ka dhënë mandatuar Kolusën, por mendoj që është jashtëzakonisht e vështirë të arrit gjashtë një numër për të mundësuar mandatarit të ri apo të propozuarit tani më të mandatuar nga presidentja. Besoj që kemi hyrë në një rrugë ku ma tepër kemi humbje kohë se sa realisht deri atu që të kemi një qeveri të re. Besoj që të mërkurën mbrëmjes së mbas së lartit të ajtën do kemi nga ona presidentes dekretimin për shpërndarje të parlamentit dhe datën e zgjedhjeve të reja për dhjetor. A do jetë fundi vitit dhjetori 28 apo 21? Do shohmi, por jashtëzakonisht është problematike të thuhet për këtë moment që Konjusa do arrin të marrat numrin magjik 61. Nga se nuk ka vullnet, mund të them, dhe nga gjitha forcat dhe polet politike sot në Kosovë. Ajo që unë doja të kuptoja janë dhe zhvillimet nga Partia Demokratike e Kosovës, ku kryetari Memli Karasniqi ka dhënë dorëheqjen dhe janë diskutime tani për të mbajtur dhe po them mbledhja konventa për zgjedhjen e kryetarit të ri. Nuk e di nëse mund të bëjmë një analizë të shkurtër në lidhje me këtë gjë, pse erdhi dorëheqja e Krasniqit dhe kush dhe kur mund të vendoset për kreun e ri, sidomos në një situatë kur mund të gjendemi përballë zgjedhjeve të parakohshme në dhjetor. Nga të thëmë drejten, PDK-ja gjendet në situatë pa leadership që nga shkurja e 2 liderëve, më të thëmë historik të Partisë Demokratike, zotit Thaçi dhe Veseli, dhe kjo me siguri shumë e dëmton PDK-n, por situata e tillë çfarë gjendet që tash më duket që në ora 16 është konvokuar takimi dhe mbledhja konventes Partisë Demokratike, do jetë më duket që çështja e kryere se kush do dhejsh PDK-n, do jetë me siguri Bedri Hamza, por të nalet e pyetja juaj, Krasniqi si një lider mund të them relativisht i ri, edhe pse ka një përvojë të madhe në Partinë Demokratike, ka qenë edhe 2 janë ministër gjatë mandatit sa ka pas qeverisjen PDK-ja, dhe marrin pastaj të mandatit për t'i pri PDK-s ka qenë një rrugtim jo i lehtë i tina. Dhe mendoj gjitha konfrontimet të brendshme dhe përçarjet të brendshme apo fraksionet brenda PDK-s kanë qenë jashtëzakonisht vështirë të menaxhohen nga zoti Krasniqi, dhe kjo me siguri ka shtyer që nuk ka mund të përballoj më tepër. Nga se presioni më duket që brenda partisë ka qenë i madh, dhe sidomos me humbjen e Mitrovic, pastaj një lloj përçarje që ka ndodhur në bastionin e PDK-s në Drenic, në komunën e Drenasit. Gjitha këto kanë mushur kupën që me vetë dëshirë, me vullnetin e vetë të lërë venin e kryetarit të partisë dhe të jap dorëheqje. Por ardhmja e PDK-s mendoj që është vështirë që të mirret apo të flitet për të si një parti e cila mundet në të ardhmen apo në zgjedhjet që do vinë në dhjetor, një konsolidim të shpejtë të PDK-s për të arritur për një rezultat më të mirë është një pikpyetje madhe. Por mendoj që brenda PDK-s ka, mund të them, apetite për leadership. Këtë ka shprehur edhe Enver Hoxhaj, cila ai ka dhënë kritika të shumta rreth asaj që duhet spaku për një javë të prolongohet apo të shtyhet dhe të ketë një garë ferr dhe të demokratike brenda Partisë Demokratike. Por unë mendoj që më çështje kryer do ta kemi sonte Bedri Hamzën kryetar të partisë, mirë po
a do jenë gjendje zoti Hamza edhe pse njihet një njeri i cili ka disa karakteristika të një bashkëpunues, afrues, ka një urtësi jashtëzakonisht të nivelit të kënaqshëm, por a ka defekte në anën tjetër të aspektit të profilizimit të tij politik, profesional po, por atë politik mendoj që ka disa bonuse që ndoshta ja zvoglojnë, mund të them, atë prestigjin për të qenë leadership i suksesshëm. Por sidoqoftë të këja ka hyrë në një fazë kur duhet ta ketë një kryetar, por pas konventës me duket që prap do kenë situata të pakënaqësive të njerëzve të cilët kanë pasur apetitin që t'jenë ata që do udhëheqin PDK-n, apo një kryesi e cila do jetë e përfaqësuar nga, mund të them, fraksione të ndryshme që nuk e besoj për momentin. Qartë, para se të hidhemi tek disa zhvillime që përfshin edhe çështje ndërkombëtare, unë dua të flasim edhe pak për dëshminë e ish generalit NATO-s Wesley Clark në Hag për protestën që zhvillohet atje, një tjetër protestë radhës kjo, organizuar nga organizata e veteranëve të luftës UÇK-s. Çfarë mendon për dëshminë e Wesley Clark? Është patjetër njeriu që ka bombarduar Jugosllavinë, ka urdhëruar, pra po themi, ka zbatuar bombardimin e Jugosllavisë. Po, generali Clark, mund të them, ka qenë ndoshta figura kyçe e asaj që njihet në doktrinën ushtarake të komandës, dhënies së urdhrave, dhe mendoj që Clark rreth Kosovës ka, mund të them, ato meritat në të cilat ne duhet të falenderojmë çdo herë, por në rastin e dëshmisë së tij në Hag, mendoj që do jetë ai që do ta thotë të vërtetën rreth tërë asaj, rreth kontakteve që ka pas me të akuzuarit, që padrejtisht thëmë drejtën akuzohen sot në Hag, dhe mendoj që dëshmia e tij edhe e dy përfaqësuesve tjerë amerikan, edhe kjo fundit e Hillit, tregojnë qartas që është një lloj përgjegjësie, mund të them, edhe vetë asaj që ka ndodhur në raportet me kreun e UÇK-s, këtë rast me zotin Thaçi, dhe mendoj që ajo një bukur mirë Thaçin. Jo vetëm gjatë luftës, por edhe pas luftës, në kontaktet me Thaçin disponon informacione dhe fakte me të cilat, mund të them, e anashkalojnë, e hedhin poshtë tërë akuzën që sot përcillet dhe është ngritur në Hag ndaj Thaçit, Veselit, Krasniqit dhe Selimit. Dhe mendoj që do jetë, mund të them, ndoshta deklarata dhe dëshmia më e besueshme, nga se është një informacion dhe një dëshmi e personit i cili faktikisht si gjatë kohët para dhe gjatë kohës e luftës ka qenë, mund të them, figura kyçe, jo vetëm në aspektin e një generali ushtarak, por mendoj që edhe në aspektin politik dhe diplomatik. Dhe mendoj që kjo dëshmi do ta forcoj dhe do ta betonizoj, mund të them, të gjitha faktet dhe argumentet që katër të akuzuarit padrejtisht në Hag janë të pafajshëm. Dhe është shumë e rëndësishme, mendoj që dëshmia e Clarkut do jetë një dëshmi e cila, mund të them, do ta fundos tërë akuzën që është ngritur ndaj katër liderëve politik dhe ushtarak të UÇK-s. Qartë, mirë, dua të zhvendosemi në disa zhvillime të tjera, po them, duke përfshirë këtu edhe Shqipërinë, edhe zotin Edi Rama, Shqipërinë e cila po armatoset me teknologji izraelite dhe si qëndron kjo tani në raport me aleancën që ka Shqipëria me Turqinë në kontekstin e marrëdhënies midis Turqisë edhe Izraelit, që është një marrëdhënie mjaft e tensionuar, duhet thënë, a mund të shihet si një farë në thonjza tradhtie, po kjo nga ana e Erdoganit. Çfarë analize mund t'i bëjmë kësaj? Zoti Loli, mendoj që sot në Ballkan i kem dikon ja 3-4 fuqi të cilat kanë interesat e tyre gjeostrategjike në Ballkan, duke përfshirë luftrat dhe konfliktet dhe divergjencat sot janë për resurse dhe burime. Dhe mendoj që Ballkani është një pikë jashtëzakonisht strategjike dhe nëseshme, qoftë
për evropianët, amerikanët, turqët, rusët, por në momentin e fundit një lloj, mund të them, interesimi të shtuar ka ngritur edhe Izraeli. Dhe mendoj që në raportet me shqiptarët nuk është ndoshta era, por që mendoj që ndoshta Roma në farë mënyrë trason pak a shumë një linjë të Ahmet Zogut, i cili në momentet të caktuara ka ditur të bëj aleanca dhe të prish aleanca, por mendoj kjo në raport me Turqinë në dualitet në nivelin e rivalitetit për Ballkan është jashtëzakonisht i shprehur. Turqia më herët ka qenë, mund të them, involvuar sidomos në Shqipëri dhe Kosovë, por edhe në Bosnjë, mund të them në përgjithësi në tërë regionin e Ballkanit Perëndimor. Mirë po për shkak të, mund të them, afërsisë gjeografike, asaj historike, elementeve që kanë të bëjnë me elementeve kulturore, mendoj që ka qenë, mund të them, ajo pole të erë, jo vetëm interesin e saj, por edhe influencën për të qenë dominante në këtë pjesë. Mendoj që rivaliteti mes Izraelit dhe Turqisë mund të shprehet kjartas ndoshta edhe në ftohjen e raporteve Shqipëri-Turqi, apo në rast në këtë rast kryeministit, se nuk e besoj që turqët kanë diçka të bëjnë ndonjë revansh ndaj Shqipërisë apo shqiptarëve në përgjithësi, por niveli i udhëheqjes në Shqipëri mendoj që në një farë mënyrë ndoshta ka thyrë besën me Erdoganin, por sidoqoftë interesat saqme nuk merren shumë në aspektin emocional. Dhe ato janë fluide, janë dinamike, dhe mendoj që kjo do jetë sidomos në interesimin e palës izraelite, e cila dëshiron që të financoj, të investoj në industrinë e mbrojtjes shqiptare, do të ishte, mund të them, deri dikun e pranuar, mirë po me qenë se Izraeli ka interesa jashtëzakonisht të mëdha edhe në Bosnjë, sidomos me entitetin serb, një bashkëpunim me Serbinë po ashtu edhe me Herceg Bosnjën, dhe besoj që është joshtë edhe interesante që për Izraelin, për interesat e tyre, të jetë, mund të them, njëri nga akterët në Ballkan me prezencën e saj qoftë mund të them diplomatika apo edhe në këtë rast edhe ushtarak. Qartë. Mirë, një tjetër zhvillim shumë i rëndësishëm në fakt që përfshin rajonin tonë të Ballkanit është tashmë ardhja e gazit amerikan për në Ukrainë, i cili do të zvendçoj pikërisht gazin rus. Është nënshkruar i marrëveshje mes Greqisë dhe Ukrainës, ku ka qenë i pranishëm vetë presidenti Zelenski dhe kryeministri Mitsotakis, një marrëveshje e cila e çon tashmë gazin amerikan që Evropa e blen nga Greqia përmes Ballkanit në drejtim të Ukrainës. Është një lajm që ditët e fundit ka zënë një hapësirë të konsiderueshme në mediat në Shqipëri, kam përshtypjen edhe në ato në Kosovë. Besoj që edhe për ty ky është një zhvillim i rëndësi. Po, e vërtet, e tëra kjo në sferën e një geopolitike të re, ndryshimeve, do thot, jashtëzakonisht dinamike dhe me hapat e shpejtë. Mendoj se që LNG-a apo gazi i lëngët amerikan, i cili po dëpërton tani në Evropë, është një mjet i presionit, por mund të them drejtën edhe i varësisë që po hymë të gjithë Evropë. Sepse kjo pas ka filluar në vitin 2022, sidomos ka pas propozime dhe projektet e tilla që gjermanët nga i presioni në mandatin e parë të Trumpit, që ka bërë Merkelit për Nord Stream 2, ka qenë ekskluziv që të jetë e varur dhe të nisë të furnizohet me gazin amerikan. Dhe kjo mendoj që ka të bëjë sidomos me luftën në Ukrainë, për gjithatë dëm të infrastrukturës dhe kuptohet asaj arenet të luftës që po zhvillohet dhe goditjeve që po bën në infrastrukturën ukrainase të energjisë. Atëherë marrëveshja 20 km të rreth të Egjeut në territorin apo mund të them në pjesën greke është jashtëzakonisht e rëndësishme, sidomos për vijën dhe tubacionin që do kalon nga Greqia, Bullgaria, Rumania dhe Moldavia. Dhe kjo do të jetë jashtëzakonisht një referencë e rëndësishme për të ardhmen energjetike të këtyre vendeve, dhe mendoj që
është më rëndësi për Ukrainën që për këtë dimër do thotë të ketë një furnizim i cili realisht është, mund të them, në projekt dhe plan i cili ka rritur që tashmë të nënshkruhet edhe në prezencën e kryeministit grek, pastaj ambasadores amerikane dhe kuptohet vetë Zelenskit. Por mendoj që rëndësia strategjike e këtij tubacioni është e rëndësishme ndoshta edhe për ne, edhe pse Kosova ende nuk është pjesë, do thotë, e këtij rrjeti, por geostrategjikisht mendoj që është e rëndësishme që largohet nga Ballkani përfundimisht influenca ruse, apo mund të them ajo që ka disponojnë rusët me kapacitetet e tyre, dhe kjo varësi do thotë tashmë ka lënë nga te pala amerikane. 5,5 miliard metër kub që parashihet të ketë Greqia, por në këtë projekt, thom drejtën, përfshihet edhe Maqedonia e Veriut, dhe kjo ekskluziv, meqense polakët kanë startuar, mund thëmë, edhe më herët në pjesën e portit atje të Gdanskit me 6,1 miliard metër kub. Dhe kjo është, mund të thëmë, ndoshta strategjia geopolitike me të cilën amerikanët dëshirojnë që këtë pjesë të Ballkanit apo të juglindjes Evropës ta kenë në influencë dhe në varësi të gazit të tyre. Dhe mendoj që është profitabile. Luftën sot që po bëhet në Ukrainë, interesat ekonomike të amerikanëve mund të kenë ngritje dhe e cila me siguri është jashtëzakonisht jetike dhe shumë e rëndësishme për vlerën amerikane. Megjithse kjo mund të ketë kosto më të lartë, po themi, nga ç'kishte gazi rus, apo jo? Po e vërtet. Për shembull, ke pasur dikon $59-69 ka qenë çmimi që janë furnizuar evropianët. Po. Dërsa tani kalon 160, dikon mes 150-170 dollar. Dhe do thotë është trefishim. Edhe pse mund të them drejtën, lufta në Ukrainë ka për të vetën që amerikanët tjeme real kanë bërë presion që nga koha Merkelit, kancelarës gjermane. Ka qenë do të ta e goditja që thashtë qështë në mandatin e parë Trumpi që të mos filloj Gjermania në projektin e Nord Stream 2, dhe kjo tashmë është realitet nga se çmimi do jetë, kuptohet, në nivelin më të lartë dhe do jetë e kushtueshme për jo vetëm për bizneset dhe subjektet ekonomike, por edhe për publikun dhe për qytetarin. Dhe mendoj që në këtë drejtim, por lufta në Ukrainë ka për të vetër që ndonjëherë kalkulimi i çmimit të mos vihet kështu në plan të parë, nga se është çështje ekzistencë dhe sigurisë. Por amerikanët me mençuri kanë ditur të shfrytëzojnë këtë element. Do thotë varësinë energjetike, por edhe furnizimin dhe blerjen e armatimit, që do thotë nuk ka tjetër ku evropianët përpos amerikanëve të blejnë armatim. Pikërisht. Dhe duket se një tjetër shtet që është në një krizë energjetike sa i takon gazit rus, kësaj here është Serbia, e cila duket se ka edhe vetëm 7 ditë, në mos gaboj unë, rezerva, apo kompania rrezikon që të mbyllet, po themi, në 7 ditë. Si qëndron çështja e Serbisë, besoj këtë e ke ndjekur më afër. Po, Serbia ka pasur një kohë gjatë bisedime me palën amerikane për prolongim të afateve dhe shtyrje me kërkesë të Serbisë, dhe nisi Serb apo industria naftës në Serbi me pronësit të në përqindje, mund të them më të madhe, kanë qenë pronar rus. Gazpromi. Po nga Gazpromi. Pastaj duket ka qenë një ndryshim që pronësia të kaloj tek shteti serb, por amerikanët këtë loje kanë hetu ma herët dhe kanë kërkuar që komplet dhe mund të them në linjë të plot të bëhet ndalesa e furnizimit, Serbia në këtë rast, të ndaloj importet e gazit rus, që realisht Serbinë është e fut, mund të them, në një krizë të rëndë energjetike. E përmendet ju 7 ditëshin, ka kalkulim që me Ungarin mund të kenë, me që se duke gjatë takimit të Orbanit me Trumpin, është kërkuar që mbrana një viti të përfundoj, do thot linja që furnizohen ungarez me gazin rus, dhe besoj që do t'jeti koketim i tillë edhe me palën kroate nga ana serbe e shtetit serb, po edhe me palën hungareze. Dhe do t'jetë arsyeja çështja e dimrit, një aspekt humanitar, dhe mund të kërkohet që të arrihet një marrëveshje për ndoshta prolongim ose shtyrje
të asaj që nënkupton që furnizimi për Serbinë mund të shtyhet deri mas dimrit. Por mendoj që Serbia mund të gjenë rrugë tjera, të cilat realisht do t'i kushtojnë edhe politikisht, nga se rusët edhe me furnizimin e armatimit që kanë bërë me Ukrainën nga pola sërbe, dhe tash dëgjueshmërinë sipas tyre ndaj amerikanëve mund të jetë një atërmbetje e vllazërisë slave në këtë rast. Por Serbia realisht gjendet në një krizë, mund të them, e cila nuk mund të kalohet edhe lehtë. Por mund të gjejnë edhe rrugë të dyta për furnizim, sidomos gjatë kësaj periudhe që po hym tash në dimër. A mund të jetë kjo krizë energjetike një shtys për ta përshkallëzuar dhe për ta rifuqizuar krizën politike që Serbia po kalon për një viti, pra të jetë një sebeb më shumë, po themi? Po, kjo ka impaktin e vetë edhe në krizën politike, ku dinamikat e brendshme politike në Serbi janë jashtëzakonisht të vështira dhe kanë hyrë në një fazë kur kemi tash base një vit që kemi një kundërshtim të asaj të quaj kampit të protestuesve të studentëve, por edhe të palës, mund të them, të opozitës serbe, e cila në këtë rast mund të shfrytëzoj këtë rast, por mendoj që në formë të tillë presionin ndaj Vučićit mund të jetë edhe kjo. Do thotë nuk janë të paqëllimshme të gjitha këto, mund të them, skenare të cilat mund ta rrezikojnë pushtetin e tij. Por për momentin mendoj që Vučići mund ta përdorë edhe në anën e kundër, që të kaloj komplet dhe t'ju bindet perëndimorëve, evropianëve në këtë rast, po sidomos amerikanëve. Dhe kjo mund të jetë një shpat me dyteja për personalitetin e tij dhe të ardhmen e tij politike. Por mund të jetë ndoshta edhe kopzez për të që pastaj të ketë një bund edhe matemat në masovitet dhe në kërkesa nga palët e protestuesve, të cilët kërkojnë që në Serbi të kemi ndryshim të regjimit. E gjitha kjo lojë, do thot, çdo problematikë që sot ka një vend me energjinë, atëherë automatikisht është edhe krizë politike, sepse energjia është, mund të them, alfa mega e zhvillimit të përgjithshëm të një shteti, dhe është diçka jetike që nuk mundet një shtet të funksionojë në shumë sektor, apo është, si them kështu, shumë dimensionale për zhvillimin dhe për mirëqenien e një shteti. Dua të flasim edhe një çështje të fundit bashkë që lidhet me projekt rezolutën amerikane për trupat paqëruajtëse në Gaza, në të cilën Izraeli nuk dëshiron që të marrin pjesë, po themi, trupat turke. Dhe kjo sigurisht që patjetër ka përshkallëzuar dhe më tej tensionet që janë mjaft të larta mes dy shteteve, Turqisë dhe Izraelit. A është kjo një mënyrë se si Izraeli përpiqet që ta nxjerrë jashtë loje qeverinë e presidentit Recep Tayyip Erdogan nga lindja e mesme në kushtet kur ky i fundit po përpiqet që të faktorizohet? Rreth Gazës kemi një situatë, mund të them, jashtëzakonisht e komplikuar, dhe që nga fillimi edhe 20 pishë i planit Trump, mund të them, ka lindur për të qenë, mund të them, jashtëzakonisht i pakjartë dhe implementimi i tij jashtëzakonisht i vështirë. Ata që njohin situatën në lindje të afërt, planet e tilla, mund të them, që nga marrëveshja Oslo 1 dhe Oslo 2 kanë qenë vetëm përshkrimen e letër. Mendoj që Gaza pa një rezolut për trupat monitorues apo trupa paqëruese, ta quaj kështu, kalojnë për mes një rezolute. Por rezoluta me duket që është e gatshme, po ka kundërshtime. Nga se problemi këtë që është, nuk është futja trupave të Jordanisë, apo të Emirateve të Bashkuara, apo të një shteti që nuk ka fuqinë dhe kapacitetet për të rrezikuar interesat e Izraelit. Mirë po hall në sy dhe kuptohet faktor i cili i dhem më së shumti Izraelit është Turqia. Dhe hyrja forcave turke për monitorim dhe mirëmbajtje të paqes, ta quaj kështu, në Gaza, sepse nuk e besoj që do kemi një paqe kështu kuptimin e plotë të fjalës, do kemi probleme edhe në të ardhmen, do kemi si them kështu konflikte sporadike, ndoshta të intensitetit më të ulët, por goditje që Izraeli do t'i përdorë në momentet e saktuara, sepse edhe grupet e tilla të cilat janë, mund të them,
që kolaborojnë me Izraelin janë mbas 4 grupe në rrypin e Gazës. Turqia dikun flitet në mediumet tona shqiptare dhe në analizat e njerëzve tonë flitet për numër që ndonjëherë është më tepër për senzacion se sa që ka të bëjë me realitetin. Turqia mundësinë e ka që të kontribuojë në aspektet përmes, do të them, organizmit e tij të energjencave, të cilat mund të jenë ndoshta të ndërlidhura me shërbimin e inteligjencës turke për të hyrë në Gaza dhe për ta pasur një kontroll. Mund të them edhe mbi Hamasin, sepse Hamasi sot në një farë mënyrë është dera vetëm është Turqia që e njeh si organizatë lirimtare dhe ka zyrët e saj e veta në Ankara, që udhëheqen nga Muhammed Dervish, por mendoj që te ajo që ka të bëjë me numrin e forcave turke flitet nga 1500 deri në 2500. Nuk mund të flitet për numër më të madh apo më të vogël, nga se ende nuk është arritur marrëveshje me të cilën duhet të bindet Izraeli që trupat turke duhet të jenë të pranishëm. Është mas e vërtet që Trump ka dhënë fjalën Erdoganit që do jenë trupat turke në rrypin e Gazës. Këtë ka dëshmuar edhe ambasadori amerikan në Turqi, ku do thotë Izraeli rezistencën është duke bërë në mënyrë jo, mund të them, racionale, nga se Amerikanët kanë dhënë fjalë dhe vetë personalisht presidentit Trump. Pra do jetë një situatë kur do kemi para përgatitje për një konflikt të ardhshëm në linjat e duelit turko-izraelit. Dhe mendoj që e ardhmja e desenës do kemi një përleshje të tillë pas largimit nga harta e rrezikut për interesat izraelite në thojza nga ana e Iranit. Dhe kjo do jetë pika më e vështirë e Izraelit që do ta ketë një ballafaqim me forcat turke. Do të kemi një përballje mes dy shteteve, po thua, mes Izraelit dhe Turqisë. Absolut është e pamundshme. Në regionin e lindjes së mesme në përgjithësi kemi më tani në skenë 3 fuqi të cilat mendoj që Irani, unë e shoh një ballafaqim me Iranin. Një konflikt kështu ushtarak mes Izraelit dhe Iranit, do ta kem episodin e dytë apo pjesën e dytë të lojës. Dhe kjo mund të shifet që Irani ka filluar të furnizohet bukur shumë me armative, sidomos në aviacion, si nga pala e aeroplanëve kinez, të cilat janë C-10 dhe të kuptohet edhe Suhoi 35 rus. Mirë po, thuhet që iranianët kanë arritur që të testojnë edhe raketat të cilat kalojnë domenin 2000 deri në 3000 kilometra. Flitet mund të jetë spekulim që po përgatiten edhe Karshamerin 500 që mund ta ketë dometin dhe goditjen në largësisë 12000 kilometër. Kjo mund të jetë spekulim prapë tham. Mirë po që se kryet dueli dhe prap ka një goditje nga Izraeli që nuk dihet si do të rrjedh fundi, si do jetë epilogu me Iranin. Konflikti i ardhshëm gjatë 10 viteve të ardhshme do ta kem Izrael-Turqi, sepse është e pamundshme që Izraeli të mos i hjek nga harta e fuqive ushtarake dy rival kryesor siç janë Irani dhe Turqia. Por pas Iranit, Turqia është patjetër ajo që do ndeshet këtë beleki një nopa për edhe të vetë qeverisë izraelite, ku një grup këshilltarësh që kanë punuar para në qeverinë izraelite, është, mund të them, një plan i tyre, një studim i tyre 140 faqesh, ku parashihet që konflikti i pashmangshëm është me forca turke.